Sekreti si të zhbllokoni lavamanin në vetëm 5 minuta me këtë truk. Prej vitesh në internet qarkullojnë trukje natyrale për pastrimin e shtëpisë. Nga më të përhapurit është edhe këshillat për të hequr mbeturinat edhe nga tubi i lavamanit. Ideja është që të realizoni një pastrim më të mirë dhe pa shkaktuar bllokime detyre. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se ky truk mund të japë rezultate praktike dhe efikase. Reaksioni me sodën së bukës dhe uthullës së mollës do të largojë edhe të gjitha mbetjet që mund të krijohen në tubin e lavamanit. Gjithçka që duhet të bëni është të vendosni edhe sodë buke në hyrje të lavamanit, ta lini ashtu për 5 minuta dhe të hidhni uthull molle në të. Shkumëzimi i saj do të krijojë gazra dhe do të krijojë një forcë të madhe për të larguar papastërtitë. Përdorimi i kësaj teknike her pas here sigurisht që do të japë rezultate fantastike në pastrimin e tubit të lavamanit dhe mbajtjen larg edhe të komplikacioneve që mund të shkaktojnë erë të keqe.